Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Esencë ka nisur edhe për sonte në ekranin e Report Televizion. Urojt keni kaluar një ditë të mbar deri më tani. Ju ftoj të qëndroni me ne. Do të kemi një bisedë sot jam me sigurt të këndshme, kurioze për të dëgjuar, të veçantë, ashtu sikurse vetëm disa personazh din të ti realizojnë apo të ti japin gjatë një interviste. Në fakt, përgjithsisht ndodh, besoj për të gjithë gazetarët, përpara se të përgatiten për një emision të caktuar, pavarësisht se personazhet ndër vite kanë dhënë intervista dhe ne i njohim fare mirë edhe pjesë caktuara të jetës së tij, sido që të jetë her pas here kërkohet, dëgohet çfarë ka thënë së fundmi, për çfarë është komentuar më shumë etj. Në fakt, ajo që është kurioze, të paktën tek e ftuar që unë sot kam, është se një ndër ato biografitë që gjejmë në internet janë autobiografi të shkruara vetë dhe rrëfimi është aq interesant, mënyra se si ato copëzat e jetës i ka të detajuara, qoftë në fillimet e saj, pra kam lindur nga një nën kolonjare etj. E në fakt ndër ato eksperiencat e punës që ka rreshtuar është kurioze fillimi i punës në montimet industriale, duke marrë pjesë në të gjitha objekte rëndësishme si fabrika çimentosh etj. Viti 89, ku i ka shpëtuar arrestimi sipas nenit famkeq 55, ndërkohë që kisha 15 antarë të familjes nga babai në burg politik, 4 xhaxhallar, 8 djem xhaxhallarësh dhe 3 djem hallash. Dhe një tjetër moment kurioz që unë ndalova është pikërisht ky këtu. Padyshim habiten të gjithë, por kam qenë pa punë. Kam punuar këpucar, qepja këpucë të shqepura dhe i shisnim në trotuare. Kam punuar 2 vite dhe peshkatar me djem nga Shëngjini dhe nga Vlora. I tillë mund të jetë vetëm Agim Doçi. Mirë se erdhët. Po të them mirë se ju gjeta, se kam ditë që ju kam gjetur, sepse më gjetët. Mirë. Jam e kënaqur të ju kem këtu, Faleminderit, e vlerësoj praninë. Di që keni kaluar një ditë të lodhshme realisht në lëvizje, kështu që akoma edhe më shumë e vlerësoj faktin që ndër të tjera, fjala u mbajt dhe ne jemi bashkë sot këtu. Rofsha, Anil, më ftove dhe e pranova se arma ime, pa marrë parasysh titujt, është kënga. E vërtet. Dhe poezia e saj. Pa dyshim, populli shqiptar është plazmuar edhe në libra historia e popullit tim në vargje. E ka bërë një që po përpiqet i shkreti të marrë çmimin Nobel, po s'ia japin. Vetëm se është shqiptar nga sokaku i të marrëve, Ismail Kadare. Drejt. Unë ju falenderoj jo për kjo, po ndoshta ka ardhur momenti që në plantacionin e madh të këngës të dim të parkojmë. Ku do parkohemi. Nuk mund të rri pa përmendur kolegët të cilët për fatin e mirë nuk janë bërë xheloz me mua, as unë me ata. Por kujtoj me veneracion, me respekt maksimal, poetët më të mirë të këngës shqiptare. Që për mua janë Gjok Beci, që ka bërë një perl me Fejmi Ibrahimin, ku ka si thi moj Shqipëria ime, moj Fisnikja për migur, rrjedh në këngë e ligjërime Ballarta me flamur. Ai për mua është një hymn. Dhe Gjok Beci është nga e njëjta krahin nga Imat, nga Mirdita. Nuk mund të lë pa përmendur poet të mrekullueshëm si Hysni Milloshi, që këngët e tija janë shekullore, do kalojnë shekuj, nuk do harrohen. Si për shembull, poezia Gjok Becit, Djep në barrikat, Nëna moj do pres gërshetin, dhe kur shkruan të Gjok Beci, ne të tjerët, që ishim shumë më të vegjël, në vlerat poetike, kishim një mbështetës ekselent i poezisë të marrë nga populli, nga muza e popullit, dhe ai u bë tani përndjes Arben Duka. E vërtet. Një poet ekselent dhe disa herë
fitues i vendeve të para. Ju përmendët disa emra të rëndësishëm, jo vetëm për ju, por edhe për madomundja për... Unë përmenda 3 deri tani. Po. Gjok Beqin, Jusim Miloshin, po sot jemi Arben për Agim Dukën. Doçin këtu. Për Agim Doçin është folur kaq shumë, sa që t'jemi sinqert, dua të shkojnë në nivelet e karizmës si autor, punëtor të këngës, tek njerëzit e thjeshtë. Dhe me qenë se Raport TV, për mua, është një televizion profesional, mos bijem nga nivelet e profesionalitetit. Unë s'mund të lë pa përmendur Gjevahir Spahiun, që ka bërë gjethet e Dafinës, me muzikë të Limoz Dizdarit. Nuk mund të lë pa përmendur atë që unë ja kam vënë emrin princesha e poezisë së këngës, Juliana Jorganxhi. Pra, me mua do kesh problema Nila çështjen e asaj që nuk quhet mungesë modestie, po quhet e vërtet. Dakor. Unë ju ndërhyva, sepse doja të bëja një pyetje, sepse ju çdo autor teksti e shoqëruat me disa vargje, le të themi, identifikuese. A ka 2 vargje që identifikojnë Agim Doçin? Fjala nën, me qenë se mamaja 2 djemve, ti kesh me jetë. Faleminderit. Fjala nën me ndërqof, kudo në botë, zgjën në zemër lumturinë. Mirë mëngjes jetës si thotë, se nëna lind njerin. Çmimi i parë në dhjetor 86 me interpretuse ekselente Parashevisi Maku dhe me muzikë të një djalit të ri, që nënën e kishë artistet merituar, babën artist popullit, Piro Çako, biri Gaço Çakos. Ne do t'i ndjekim edhe disa prej këngëve që kemi zgjedhur sot. Nuk ka problem, janë YouTube me miliona klikime. Ashtu kanë shkuar, Po. Ju fitoni gjë nga këto miliona klikime? Absolutisht, unë s'po fitoj nga çmimi dekreti presidencial i 2011-ës, mjeshtër i madh. S'na japin. Do të thënë, vazhdon kjo historia e pensionit tuaj? Po, vazhdon. Vazhdon. Nga 2011-a, jemi 2023. As i qindar. As 1 centim leku. Dhe kjo është përgjegjësi e televizioneve që transmetojnë krijimtarinë tonë dhe nuk paguajnë detyrimet që quhet pronë intelektuale ose e drejta autori. Nda ju pyeta nëse ju fitoni nga këto klikime, sepse nëse do marrim parasysh të pafundme muzikë, klipe, këngë festivalesh etj që janë në emrin e Agim Doçit ndër vite, ju tani do t'ishit duke marrë një pension shumë të mirë YouTube-i njerë virtual dhe pastaj le të marrin ata që jo kanë akorduar. Agaçi me zyrat e veta në kryeministri. S'kam gjë, unë s'po politizoj gjë. Jo, absolutisht, jemi duke bërë një bisedë, po flasim për diçka të vërtet fundja. Më thuaj. Dëgjom xhaxhigimin. Unë jam xhaxh për ty. Në të drejtën e autorit dhe në pronën intelektuale është pika numër 4 në kapitullin e 7 të dokumentit thelbësor për integrimin e Shqipërisë në Europë. Dhe pa i zbatuar edhe këtë pikë, edhe kapitullin 7, zorë se komisionet e integrimit që janë arrogant, dhe ja u tërgoj kryeministri Rama në Strasburg, kur i tha pengjet që ka Europa ndaj Shqipërisë. Nuk besoj që duhet të jemi nën mëshirën e njerëzve të cilët nuk është banale si fjalë, po është e vërtet. Të vjedhin meritat dhe persekutimi. Unë s'kam qenë kurrë i persekutuar. Edhe s'më ka pëlqyer kurrë persekutimi i artistave. Ka artistë janë varur në mes qytetit, si Havzinele. Dhe në gjithë pyetjen që më bëjnë në studio televizive, që i falenderoj pa mas, gjitha televizionet shqiptare, si u bëre poet, se unë jam inxhinier elektrik. Në fakt, e çuditshme duket. Jo, kush më bëri? Më bëri
poeti i kombit shqiptar, Atë Gjergj Fishta, dhe mjeshtri i poezisë popullore shqiptare, profesor Driteroa Golli. Si më bën ato? Shumë bukur. Shikonja që kudo këndoheshin veprat e tyre. Pavarësisht se Driteroi s'ka qenë i anatemuar, po Atë Gjergj Fishta ka qenë gjithmonë. Dhe u mësova ta recitoj Atë Gjergj Fishtën, sa i thonte vargje dhe 2 fjalë gjithë kombit marë. Sy nër sy me ja thanë deshta. Mos zor mlidhen 2 shqiptarë, se sa mlidhet i thes me pleshta. Po kjo filozofi. Tani, do doja të ndalonim, citova vetëm disa momente të rinisë suaj, si eksperiencat e punës edhe ajo e të punuarit këpucar, më mbeti realisht në mendje për ta prekur pak, përpara se të bëjmë një rikthim vite pas në përgjigja ime, shumë e sinqertë është, shqiptarët nuk kanë qenë përgatitur për pluralizmin. Dhe na zuri pluralizmi Elifi Matrak. Kjo është turqisht e vjetër, Elifi Matrak do më thënë të paaft. Nuk mund të kuptoj unë mendimin e një kolegu që s'është 100% me mendimin tim. Dua që të gjithë të thonë atë që them unë. Po prit, jeta, realiteti, aq më tepër dhe realizmi socialist ka patur kushte që ne nuk na trëmte cenzura, ne na kontrollonte autocenzura. Ishim të rregull, po patjetër. Do më thonë, nuk e di sa keni ju informacion për komisionet e miratimit, ku ishte më në siklet Gjuliana Jorganxhi, shefe redaksie, Spartak Tili. Kush ka qenë momenti më i vështirë që ju keni jetuar për sa i përket këtyre komisioneve të miratimit? Po komisionet thoshin duan një këngë për Mjelsen, një këngë për kufitarin, një këngë për metalurgun, një për ushtar. Qa ti thonja unë Mjelses, andjen knajsi kur e mjel lopën, a delën, a për qa ti thonja. Kështu që... Keni bërë ju këngë kësaj natyre? Unë, si s'kam bërë. Po këngën më interesante, që i thot vetës disident, e ka bërë kompozitori i shkëlqyer i festivalit shqiptare, Agim Krajka, i dënuar me marrë vetëm çmim 2. Se mos ju duket kjo politike kjo këtu. Çmim 2. Unë kam qenë gjithmonë i gatshëm për të shkruar këngë për rinin dhe dashurin. Dhe këngët e mia janë në buzët e njerëzve. E mban mend këngën A do të vish? Luan Zhegu, patjetër. Ty të dëgjonja dhe zërin thënë të ngrohtë, unë pranë e doja. Sepse halum të e tjerë. Dele këndon, ish bateristi që i bite Daulës, ky, Luan Zhegu, dhe përmend një këngë që pas kish pas bërë një herë me të madhin Arben Duka. Festival ka marrë parë, dytë e tretë. Nëse do një të dini. Atë doja të thoja, ju prapë në rregull ishte se i Festival morët... parë, dytë e tretë. Në raste të rralla, ma do mendja, që një autor tekstesh rrëmben 3 çmime brenda një festivali, 3 çmimet e rëndësishme të një festivali. Nuk di, Anila, si ta falenderoj në këtë intervistë shumë të këndshme për mua, se po shkarkoj ato energji që më kanë shqetësuar. Në çdo natë finale. Kjo ka fituar. Ja, kjo është kanë. Me këto flitë. Në qa festivali, në qa viti jemi 88? 86. 86.
Tani, dua pa këngën e parë, Në ballë të brigadës. Atë këngë Dua të ndalojmë pak këtu. Falenderoj. Se jemi më pas në kohë, në 82-shin nëse unë nuk gaboj. Jo, në 82-shin është bërë kjo, këngë e ka interpretuar dy qupa, duet, Pranvera Myftari dhe Bashkim Alibani. Bashkim Alibani. Nuk mund t'ja harroj femën e artë Juliana Jorganxhi, që e donte shumë si me bi, gitën, dhe ajo bëri tekstin e kësaj me muzikë të Tonin Rotës, Rritu vajzë e malit, e miro të donë babi fort, më i zogëzo, mirë po duhet shfutur brigada. Në festën e brigadës erdhi dhe kjo dhe me... Pra, fjala kyçe në këtë këngë duhet ishte brigada. Brigada. Okej. Po Bashkimi, këngëtar virtuos, shkodranët e duan shumë Bashkim Alibalin, unë e kam pas shok banke bile, edhe këndon të shkëlqyshëm. Por shpesher, kur bëheshin koncerte, me qenë se unë e kisha timat funksionant lartë, të tërgoj pak nga rinia, më vinin mu solist, Bashkimin e fuqin në korë. Ky ishte këngëtar. Se duhet isha një nga blokmen të rrethit. Dakord. Kështu zonjush, zonja Nila, çdo këngë e imja ka fabulën e vetë. Nuk mund të harroj këngën e Parashevisi Makut me muzikën e artistit popullit, Avni Mula. Tiki tiki tak bën zemra, këtu ku bleron ky bli. Që do yjet lartë në qiell, ke në tokë plot dashuri. Parashevisi Makut. Dhe sa mirë që ju i kujtoni mbas kaq vitesh, të gjitha tekstet i keni cituar nga një strofë deri tani. Një memorie fantastike, do thoni ju i kam krijuar vetë dhe janë ata fëmijët e mi. Po prap harrohen, sido që të jetë. Se vitet bëjnë të vetën. Sepse përmenda Gjershfishën si më i madh i poetëve, unë di 18.736 vargje përmend të atë Gjershfishës. Edhe po të themi, në Hatlla, truve, te kaptina nga i dras mangut gjithë e kina. Du me thanë, kem zi urthije, e kem gjithë nga i rem marrije, po nuk ban kur hajë Shqipnia. Nëse pa dia dhe krenia, do shkojnë njët si trupi e hia. E pra zban kur hajë Shqipnia, thot Fishta, po s'na urrit ne jetim fëmija. Dhe kam emocionin tim se është 15 vjetori i çlirimit të Dardanis. Unë si kam thonë, kur Kosovo, Dardania ta kry, 3 sekonda. Aty ku jemi, aty do të vi unë, mos i gale, ti merr minutash. Këngën 5 do bëj gati regjia, se dua shumë jo vetëm unë, por jam e sigurt të gjithë ju që po na ndiqni dhe lidhet shumë bukur me këtë që ne po flasim tani, sepse duhet thënë jeni ndër autorët që keni shkruar shumë për Kosovën, megjithëse. Avritet shumë interesant është edhe
Nuk ju vjen mirë që emocionoheni, po thonit, apo që i shfaqni emocionet për mosha? Jo, po se kam dorën, laringun, faringun, po pikërisht për atë vëdhe, lakshtohet shyti. Njerëzit, njeriu kam kujtimet e mia anin. Pastaj një poet, pa emocione, jo, mua po më pëlqen që u bëm pak të ndjeshëm tani, se ishim shumë tegër në fillim. Jo, si isha jegër, absolutisht. Ftohtë me barriera, këtu. Kemi nevojë për reklama. Shiko, Shqipëria ka nevojë për dashuri mes shqiptarëve. E vërtet, jam shumë dakord. E dyta, të divorcohet me sherrin e politikuajve shqiptarë. Unë i quaj politikuaj, si shqin kuajt në lëmën e tyre, edhe ata, në më thonë, shojnë, po s'bëhet Shqipëria me sherrë, o qupë, nuk bëhet Shqipëria vetëm me dashuri. A bëjmë pak pushim, shkem në reklama? Po shkomër po ta dhja të thonja unë, reklam. Reklama. Jemi rikthyer sërish në studio, vazhdojmë që ndrojmë në Esencë, ku sot jemi me Agim Doçin, me një të ftuar që biseda me të s'do të mbaronte kurrë në fakt, kështu që do mundohemi që në këtë pjesë të dytë, që është pak më e shkurtër se e para, të vazhdojmë themi ca gjëra. Inshallah. Morena Reka, Redon Makashi dhe Bledar Seko ishte viti 89, apo jo? 89. Kur sollët së bashku këtë këngë. Dhe antarja byros politike që s'po jap emër, po ishte gruan nderuar. Kush ishte antarja byros politike? E boton ti këtë? Emrin e saj Lenka Quko. Okej, pse nuk duhet ta themi? Ne na dhanë çmim dytë. Erdhi në Pallat Kongreseve, Jacek është Bledari Qepa, që i thoshe, edhe kitaristi për sosë. Edhe tha, për çfarë bëhet ju? Ku jam, thot, komisioni? Ç'të keq që ka se i themi? Jo, po ishte një simbol i kuq. Tashti, nga Karajfili, këta kanë kaluar te Trëndafili. Po leti. Kënga tjetër, do ta kalojmë pak gjashtë, ose do ta përmendim në fund, se jam e sigurt që do i kthehemi Dardanis prap me këngën e gjashtë. Ma ke prish gjumin e natës. Më e rritur në qërsh. Sa e bukur është. Po sa e bukur është. Ledina.
qëndronit ju kur jepeshin këngët? Kur dilni njëra pas tjetrës? Mrapa, në skene. Çfarë emocioni kishte aty? Çfarë Dridhesh. Vërtet. 2 vetë dridheshin mrapa skene. Vaçe Zela dhe Agim Dosh. Po unë s'këndoj. Si shpjegohet? Po i bëra vaçesh një këngë atëherë, shumë bukur, tar brezhve, sa kemi në mall nuk ka deti val. S'ta kam vënë. Jo, Nejse, unë do të lutem vetëm për një gjë. më thuaj. Më ruaj nga mendjemallësia, të rri në sferën e modestisë, jo të shtirur, por reale. Unë da ju thashë në fillim që jemi për Agim Doçin, tu se e di që ju e keni të vështirë të flisni për Agim Doçin, por ne duhet i themi ca gjëra sepse ju i tillë jeni, e di që nuk është lehtë të flasësh për vetë. Unë e di që populli ju nje, ju do, i nje këto këngë dhe i ka kënduar pa fund bashkë, siç po kënaqemi ne duke i parë sot në studio, por sa gjëra janë dhe duhet i themi, më Të thuaj. them unë një pyetje ty shumë sinqert. Më thuaj. Kush është titulli më i lartë që ka marrë unë? Do ta them unë më mirë. Mjeshtër i madh do duhet thoja. Mjeshtër i madh s'kam vretje, mirë kanë bërë që ma ka dhënë i Titull është, paruari apo jo? dhe ndjes pas Bujar Nishani, president. Do me thënë zyrtarisht Titulli ky do më i i quhet. madh i imi, Më thuaj. që unë sa t'jem gjallë dhe jem krenar, është qytetar nderi i qarkut Shkodrës. Atje fillova shkollën, atje i mbarova. Jam kurioze, e kam një pyetje shumë të sinqertë. Me këtë natyrën tuaj, sa të drejt për drejt, aq edhe të vështirë t'jemi realist, ë? Nuk është natyrë shumë e lehtë juaja për të bërë misi, për t'ju patur në shtëpi, për t'ju patur në kafe, ma po t'ju patur në syve televizive, do me thënë duhet kesh gjithmonë një këmbang shu alert si për koke, se s'dihet çfarë Agimi do thotë. Ju ka sjell probleme në jetë kjo gjë? Apo jeni të kënaqur se jeni ju? Absolutisht, ka 10 vjetë kryeministri jote i jemi, që është problematik si puna jeme. Para Ai 10 është vitesh? mjeshtër i Hazër Gjevapit, mjeshtër i mendimit, shiko, shpejtësia e mendimit, tek Edi Rama, është ikonike, nuk po bëj politik. A kalojmë te kënga tjetër? Kalojmë. Shpejt, se dhe 3 këngë kemi, edhe 4 tamam. Mirë, qëndrojmë pak tek marshi UÇK-s, Tari Vladi, artisti madh. Merite jashtëzakonshme e ish ministrit të mbrojtjes, Libovitit. Edhe kur se harroj që ky këngëtar brillant nga Lura, që thot jam Dibran, po Lura nuk ka Dibër, është pjesë e Dibrës. Dibra është ajo që ka bë historinë e lirisë Shqipnisë. Kalojmë te pak më... Kalojmë i ku dushti. Jo, po se do na iki koha dhe dua t'i shohim të gjitha. Kalojmë pak më afër, më me ngjyra, më Eurosong. Se duhet thënë ka qenë moment i rëndësishëm për Shqipërinë, skena e Eurovizionit. Shkojmë te Anjeza pak, po. Okej. Se duhet thënë, ju keni krijuar për të gjitha moshat.
do t'i them VIP, jam plotësisht dakord me dashamirësinë e shqiptarëve për Big Brotherin. Do ndalojmë edhe aty, e kemi lënë për fund këngën e Luizit. Mirë, ka strio Tusha dhe Major në Albani, me qëse ju e përmëndet Manjolën si një artiste që e keni shumë për zemër, jo vetëm si këngëtare, por edhe si motër. Thatë, kështu që 2 fjalë shkurtimisht për tekstin e kësaj kënge. Balli o gjaku. Dhe respekt në radhë parë për kryetarin e kuvendit Kosovës, Haki Veseli. Ashtu të Veseli. Për Hashimit, unë e vuaj ku janë ata. Turp. Atëherë, ne në 24-ën, zihemi për një datë, 28 a 29. Qarë do t'i merë një unë komandantët e t'i rasën në burg, ka qenë i tjetër që i rasën në burg ata. Jo unë. Në ka ngeli qik peng, që Edi Rama i morri ato që i dhe shefi e i qojnë hak, dhe unë kam qenë i pari shqiptar në Dardani, në shpinë e Hashim Thaqit, ku nona e ti, kur se harroj, me ato adetet shqiptare, në tha hash, a që ky, po, ishte botuar anile merite Petrit Beqit ishte dhe, marshi u që kësh me arri Vladin. A që ky, tha, dhe më thonë, a ky? E ka bërë po. Po, bërënon, që ky është Baci Agim. E, tha, ullë në gjunjë, më puthi i dorë. I thash, jo me këto, i thash. Qysh tha ma hieshove konakin. Pra, unë s'kam për qa shesmen, se s'kam pronë. Prona ime janë këto. Janë ato. Ka pronë më të madhe se ato? A ka pronë më të madhe? Ajo është mbushje e shpirtit. Edhe karizma dhe dashuria. Pa dyshim që nga njerë harroj me ngrit frenat e dorës, që me ndalu duket që për shesmën. Nuk shesmën. Jo, jeni shumë rregull më besane. Ani, nuk i shesmën popullit tim. Ka kush i shetmën, e i ti blejnë që ose ka fonde. Jo, jeni më shumë me këm në tokë se shduhet. Në kushtet, Anil, që ti më thire, mu po më vjen keq që s'po të lem me folë shumë. Jo, unë dëgjoj me shumë dëshirë. Thjesht nuk dua të te kalojmë kohën edhe të mos e zaurojmë pak nga të gjitha nga ato. Edhe pse kemi këngën në fundit dhe ju e përmendët pak, ndalojmë një çik këtu. Po tjetë. Te kjo këngë, është e fundit. Çfarë kishit me Big Brotherin? Jo, këngën e Luizit. Ranjë Yll, po pra, në rregull. Rezarta Smaja me djalin e mrekullueshëm shkodran, Luis Aili. Okej. Luis Aili
pa marrë parasysh që thojnë ato që i kanë qef, thashe themet. U shmere me thashe themet. Tani, pse thatë ju thashe themet, që po thonë thashe themet për Luizin? Na duket se po e mbështesin më shumë. Jo? Të them unë, ku është thashe them, janë rrjetet sociale. Po, okej, që janë në suport të ti? Në pjesën ndërmojës të rasteve, jo? Më pyetje jo gazetario, që ngullë dhe kam, që? Që dim keni për Big Brotherin, dhe unë shumë sinqerisht. Ja, se kemi ca tituj gazetash, do e kemi aty dhe ndalojmë pak të, që do të më imiton mua, apo jo? Ky ka qenë titulli që u... Erdi Teuta, motra ime. Tjetër gjë kjo. Kjo është çështje zogu. Ja. Të thëna tuaja janë këto, po, ha. Titulli mjeshtri i madh Agim Doçi, pensionin nuk po ma japin, por nuk i lutem Ramës. Të e konsumuam si bisedë, kalojmë te tjetra. Shpërthen kundra Ronela Hajatit, këngëtarja i vodhi tekstin e Alo Alo. Agim Doçi shokohet nga teksti i këngës të Mozik, këta janë rrugat. Ai që flishte për Albëri Hadrgjonin te kënga Alo Alo, Luan Xheku. Çka punë me Albërin ai? Albëria e bëri detyrën e saj. Ashtu dhe. Agim Doçi, po, kemi patur këngëtare. Ishte për kohën e sistemit të dikurshëm, që kishte një lloj. O vajsh. Të lutem shumë, ngrihet Roberta Liaj dhe përgojon Ronela Hajatin, me bab drejtor të përgjithshëm të radio televizionit Mara Shajati. Gjeni, ai merre edhe me kamerën kur bëshin festivalet. Është nga Nika i mërturi i Tropojës. Unë nuk kam inat me krahinat, e kam nënën koloniale, ku ta shpije, varrin e si me meje, në qoftë se nuk i dua, toshkët e kolonialet e lebrit që janë të mrekullueshëm. Te kënga e kësaj ishim 9 antar jurie. Martini më caktoi kryetar, pa dyshim jo për atë. Edhe unanimisht votuan Ronelën se performojnë këtu, shkëlqyshëm. Ati kur vajti, harroja i që shefat e asaj, dhe këto, thashe thema gjithë këtu, janë LGTB, mos vi keq. Kush janë? Këta që... Të Eurosong. Okej, mirë. Ai ti them qeveritarët e tyre. Pa. Ky, unë i thash, kapet me Luizin, vjen nga një familje varfër, edhe kështu është e vërteta, u lidhe u bë dhëndër me ish kryetaren e kuvendit, një zonjë grua, dhe atë të dhëndë që ishin familje e kam ndihmu shumë me njërën tjetër, unë e kishe prej asaj. Në këtë kohë, një natë, para se me dalë të kjo intervisht, gazetarja ngullë të këmë, më qëmonë, po për Luizin që ke, thash, Luizi djalë nobel, katolik i Sërreqit dhe i Gjuadolit, djalë me shumë kulturë, fatkeqësia ti që u lind në një familje të varfër, por ai është i mrekullueshëm, bile, i me motër, Teuta, më thot, jo, më pëlqen shumë Luizi se më kujton kur ke qenë ti i ri. Dhe këtu erdhi ajo ideja e, okej, s'ka gjë, këto i lëm. Kemi mbush minutazhe dhe po të duam s'kemi më kohë. Dhe këtu erdhi ajo ideja që apo ai citimi i titullit që më imiton. Kjo ka qenë përgjigja e pyetjes suaj, apo jo? Edhe unë e thash këte që ai është ka këte dhe më kujton rinin time përpiqet më imitoj. Pa Agim Doçi është i pa imitueshëm. Edhe është fakt.
Më gjejti një tjetër, bjerë këtu në datë atje, nuk më imitojnë. Pse? Njëri që ka kokën me poezinë e driterojt, e të atë gjerë shfishës, edhe po desh edhe poezit tjera. Të tregojë një poezit Luan Qavzezi, poet i shkëlqyshëm. Për Enver Hoxhën këngë do thurë gjithë jetën. Se me të, komandant në një dhomë me një divan fjetën, do këndoj tërë jetën për partinë time heroike, se e mori Shargjiun nga pyjet epike e bëri antar byros politike. Palimiska, njeri nobël, njeri i shkëlqyshëm. Po si kam shkruar unë to, i kanë shkruar ata. Unë kam shkruar ato vargje që në këngën, urdo, këngëtarja i vodhi tekstin alo alo para lajmërimi. Ajo e këndoj, i kish marrë leje Luan Zheki. E qartë, jo, thjesht nëse kërkon për emrin tuaj, zakonisht këto titujt e gazetave, nuk e di pse janë gjithmonë kështu, skupe. Shiko, ç'është e vërtetë, edhe fat që jemi në zonën e lirë tani, ka 3 vjetë që më lutë Arjan Qani, i thash ik nga rruga Çllëku, që kur të rrim me motrën, me gruan, me njerëz dhe familjes, të kemë ëndje kur të dëgjoj, urdo, shokohet nga tekst që i këngës Po pra, dua të them pse gjithmonë muzikut. Ç'është ky muziku? Këngëtar. Këta janë rrugaç. Jo, ato janë, jo. Tekstet rrugaçe janë të kosovarëve. Më vjen keq që e them këtë fjalë. Shumë është i tyre. Tallavaja është e tyre. Tangat janë të atyre. Këtë nuk e dim, nuk e shohim gjithmonë. Jemi në fund fare. Okej. Sa shumë gjëra do kishim thënë akoma, po s'kemi kohë. Noizit. Teksti i këngës së Noizit. Ç'ke me Noizin, edhe Noizi s'pëlqen? Jo, më pëlqejnë më ti larg qoftë. Ç'është kjo? Po ç'a kujton ti që më i mirit mirëve jam unë? Jo, shive, këngëtarja më e mirë. Nata, Aurela Gaçe. Nata, po pra, po. Dhe nuk e gjeja këtë këngën se shumë e bukur është. Klandestinët hapin plazh, në brigje mbeti dhëmbja, nesër nën, dje isha vajz, e virgjën mbeti hana. Shumë e bukur, është fantastike. A di ç'a thot Aurela? Edhe performanca e Aurelës aty është fantastike. E mbyllim, apo doni ndonjë koment për këto? Për kë? Në kohën e dikurshme të diktaturës, ka patur edhe këngëtare, e kemi mbuluar se nuk e themi dot. Me kë fillon. Por ato nuk zjatën shumë. Më të rrezikshme ishin këngëtarët nga veriu, keni thënë ju. Jo. Jo. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Kështu që këtu jemi tek ato titujt e portaleve që shfrytëzojnë një batut ose një fjali edhe jashtë konteksti. Po se kam thënë kur. Për të tërhequr. Unë i vërtet jam. Të vërtetën e mbroj dhe me thonë. Po banalitetin nuk e njoh. Banal kush është? Agim Doshi me Ermal Mamakin, që më tha, keni deklaruar që nuk shkoj më në Greqi. Thash, nuk shkoj se na kanë vjedhë gjuhën. Vajta me ambasadorin ton, burrin nderuar Bashkim Xheneli, ai me ministrin e brendshëm grek, Skandalidis, vjen kamerieri me pjatançën me këto anti. Kur pas lule lakër, unë vdes për lule lakër me uthull dhe me Po, si salat, po. I thash, si është jo? Si e ka emrin? A i më tha emrin, unë të rëndita. Skupidhi, morë Bashim në kanë vjellë gjuhën të pisa, u qova i ka nga darka me ambasadorin dhe ministrin e brendshëm Skandalidis, grek. A i hëngrët lule lakrën si përfundim, apo nuk e pëlqeu emri edhe? Pse ha lule lakrën, nuk ha gjuhë shqipe. E mbyllim, ikum. Ikëm, Faleminderit që ishit me mua. S'ka përse, dhe me thanë drejtën, unë bëhem pikrisht shumë mirënjohës për ty personalisht, për dy djemt e tu, për bashkëshortin tatë, dhe për t'i vurë report. Që mërkurën the do t'a transmetosh. Përpishu me më qu frenat e dorës nga ato që kam thonë aty. Nuk kam qef me dalë Sharaman, se gëzohen këta që lujnë thajt, Robert Alia e kompani. Po ha tani, unë theme mbyllim, ju vazhdoni përmendni emra dhe pastaj bëhemi titull portalesh. E shikon? Banu më i titull portalesh? Do me thënë, kush revoltohej?
Titulli i pari i portalit thuj, Agim Doçi deklaron. Nanën Rencit. Ati që rënë nanën, ku ta ketë? Nuk di me rajtun me t'i bajt. E nxorëm një titull, të dytin, apo me këto i kemi thënë gjitha? Po. Agim Doçi kundër të gjithëve. Po pripo të bëjmë mbylljen, shihemi pra bashkë në Hajde, natën e mirë.